Avokat, a mendoni se Edi Rama I bërë një sfidë të hapur Shteteve të Bashkuara të Amerikës teksa uli në krah të së ngarkuarës me punë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë Nancy Van Horn, vetë Belinda Ballugun, e cila është e pandehur nga spaku dhe vetë struktura e posaçme ka dërguar në kuvend kërkesën për arrestimin e saj. Zoti Rama është mësuar të luaj me fotografi, të luaj me ndjenja, të luaj me politikbërën e vendis, por ajo që zoti Rama duhet të kuptoj edhe nuk duhet të luaj është me përfaqësinë e ambasadës amerikane në Tiranë. Shumë politikanë në Republikën e Shqipërisë kanë luajtur në të shkuarën e tyre me ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitet më parshme, jo tani këtu vonë. Dhe shembulli tipik është Berisha, që e ka marrë përgjigjen Ballazi. Bravo. Pra do të thotë që kush është ai që tallet apo kërkon të fusë apo të vendosë në pozita të vështira përfaqësinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, sigurisht që do të ketë mesazh të qartë. Dhe unë jam I bindur që mesazhi ka shkuar zotit Rama, por zoti Rama nuk pranon të bëj atë që duhet negociat. Zoti Rama është në momentin më të vështirë të jetës së tij politike, për arsye sepse duhet të ulet në një negociat. Dhe mënyra se si ai zgjodhi që këtë negociat ta prish duke përdorur zonjën Balluku si një tabel qitje, duke e vendosur atë gjithmonë në pozita jo të mira, sigurisht që zoti Rama do kërkoj kohë, po jo se betejën e ka të fituar. Sepse pikrisht ajo çfarë bëri zoti Rama ishte që në vendosjen e zonjës Balluku pranë krah zonjës përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tregon qartësi që zoti Rama është pjesë e një loje. Por ajo lojë që zoti Rama ka nisur, sigurisht që nuk ka viktim pra zonjën përfaqësuese të ambasadës, por për mendimin tim ka viktim zonjën Balluku. Dhe mos harroni faktin që pasi ndodhi kjo ngjarje, përfaqësuesja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës bëri një takim në gjykatën kushtetuese. Po, shkoi në gjykatën kushtetuese, po. I dha përgjigje. Ja ktheu brenda ditës reston. Ja ktheu brenda ditës dhe përveç se ja ktheu brenda ditës, I tha dhe diçka tjetër që nuk u kuptuar tek qytetarët. Çfarë I tha? Edhe sikur gjykata kushtetuese të dalit duke thënë që kemi shkele kompetencash, ti zonjën në fjalë duhet ta lëshosh, se për ndryshe do marrim masa edhe për ty. Ja tha me recet, ja tha me heshtje, ja tha me fjali të tjera, e vërteta është që ja tha. Unë mendoj që zoti Rama në momentin ku do të ketë një përplasje tjetër me përfaqësuesen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet ta mendoj mirë çfarë do bëj, sepse kam frikën se ajo që ndodhi me Akshin do ndodhi me Qafzotën, mos gaboj. Ajo që do ndodhi me Qafzotën do ndodhi edhe me ndonjë port, edhe me ndonjë aviacion apo në aeroport që ne kemi bërë në letra, po jo në praktik. Pra, e sigurt është që rrethi I tij do goditej. Tani, a do goditej për shkak të korrupsionit apo për shkak të krimit organizuar, këtë nuk e di, por ajo që unë di është që do goditet për shkak se zoti Rama po fillon dhe po luan poshtë brezit, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës këtë gjë nuk e kanë të pëlqyeshme fare. Në fakt, në harkun e 2 ditëve, në mos gaboj, sapo mbaroi takimi në Tropoj me kryeministin Edi Rama dhe
zëvendës kryeministre Belinda Balloku, e ngarkuara me punë Nancy Van Horn, shkoi në gjykatën kushtetuese dhe kërkoi prej aty luftën ndaj karteleve të drogës, por edhe vendosjen pra të gjithë abuzuesve të ligjit para drejtësisë. Nga ana tjetër shkoi dhe takoi dhe kreun e grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Ballën dhe atë të Partisë Demokratike Gazmend Bardhin, duke u dhënë dhe i mesazh të qartë dhe vetë politikës. Në këtë rast e kanë futur në braz dhe Tiranën Amerika për ta vënë përpara, aq më tepër kur më 22 janar do të shqyrtohet në seancë të hapur çështja e Ballukut në gjykatën kushtetuese? Jemi në fillim të muajit janar, mesi muajit janar, dhe ajo që unë mendoj është që në maksimumi deri në korrik, po brenda kësaj intervale flas, sigurisht që takimet midis kryetarit të grupit parlamentar socialist dhe demokrat do jetë e vazhdueshme, dhe përveç kësaj do të keni parasysh që takimet që u bën pasi ndodhi akti apo fenomeni ose marrëzia në Tropoj, sigurisht që është diçka që nënkupton edhe vetë situatën që nuk është ashtu siç duhet, por kjo situatë ka diçka tjetër të cilën kërkoj pak vëmendje, pra sepse djalli fshihet në detaje dhe tani te detajet duhet mbetemi. Ç'lidhje ka përfaqësuesja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të kërkojë gjykatës kushtetuese luftë kundër krimit organizuar? Po, pikërisht dhe për këtë doja të pyesja në fakt. Është interpretuese e kushtetutës. Atje shkon edhe i ndershmi, edhe ai që merret me krimin organizuar. Pse? Sepse ajo interpretoi vetëm pra. Mos ndoshta është një mesazh për gjithë piramidën e sistemit drejtësisë, dhe duke qenë se gjykata kushtetuese qëndron në krye të piramidës dhe mesazhi shkon dhe në gjithë pjesën e piramidës nga koka deri poshtë. Unë do të them që mos ta çojmë te piramida, sepse piramida ka shumë kuptime, pra pushteti ekzekutiv, gjyqësor dhe legislativ, por ajo shkoi ku? Tek gjykata kushtetuese që është institucion kushtetues dhe nuk është pjesë e sistemit të drejtësisë tonë. Sepse është gjykata që interpreton Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, që është akti themeltar i shtetit. Po, e vërtet. Po. Nga ajo kushtetutë bazohen të gjithë pushtetet e tjera. Po mbi këtë pushtete është vetëm kushtetuta. Duke e lidhur në këtë formë, ajo desh që në të njëjtën kohë çonte mesazh tek pushteti ekzekutiv, tek pushteti gjyqësor, tek pushteti legislativ, tek pushtetet e tjera të pavarura ose të institucioneve të tjera të pavarura që është avokati i popullit, kontrolli i lartë i shtetit dhe partitë politike në vend, sepse një demokraci patjetër me partitë politike përfaqësohet që është edhe ajo pjesë e nenit kushtetues. Pra, në një farë mënyre, ajo tha është momenti që përmes kushtetues që ne të japim një mesazh në mënyrë horizontale. Po, dhe në këtë rast, po. Pushtetet. Dhe në këtë rast Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke takuar kreun e gjykatës kushtetuese, pra kryetarin e gjykatës kushtetuese, dhe duke qenë vetë në këtë institucion, tregojnë në një farë mënyre se janë në blok me shqiptarët kundrejt këtij sistemi qeveritar që është ngritur nga kryeministri Edi Rama. Çka do të thotë që në kushtetutë parashikohet që sovraniteti në Republikën e Shqipërisë i takon vetëm popullit. Dhe në këtë rast duket që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë marrë pra krahun e shqiptarëve dhe janë në blok me shqiptarët përballë kësaj klase politike. Se pikrisht sovraniteti i përket popullit dhe populli përmes zgjedhjeve e delegon sovranitetit te të zgjedhurit e tij. Dhe duke vijuar qëndrimin tim është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës tregojnë qartazi
që ne nuk kemi lidhje me qeverisjen pavarësisht se ju votuat me 11 maj. Por ne kemi lidhje me ju sepse bashkarisht me ju do bashkëveprojmë të instalojmë demokracinë në vendin ton, pra në Shqipëri, dhe atë që ne themi gjithmonë, partneriteti të jetë brenda asaj që është ndëshmëria institucionale dhe besnikëria e përjetshme në kuptimin që ne kemi bërë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse pothuajse jemi i vetmi popull që jemi më amerikan se vetë amerikanët, dhe amerikanët që u ditë thënë, unë jam amerikan, por nuk bëj kështu për Amerikën, ndërsa ju vdisni për Amerikën. Pra, unë po të isha kaj shumë filo-amerikan në kuptimin e atyre që kanë një nostalgji për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse edhe e jetojnë atje, do të çuditja edhe do të ndëshkohej qeverisjen time që Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas shumë vitesh vendosin Shqipërinë në një karantinë vizash, në një kufizim. Pse? Se pikërisht rrezikshmëria e artikulimit që ka përdorur zoti Rama kundrejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës rrezikojnë marrëdhëniet institucionale që vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë që të rregullojnë dhe të mbajnë të qëndrueshëm marrëdhëniet me popullin shqiptar. Pra e kuptoni në cilin nivel të lartë institucional vepron ambasada amerikane në krahasim me politikbërën, pra me përfaqësuesin e popullit që është zoti Rama. Inshallah është e popullit përgjithsesi. Por në aspektin formal, procedurial e popullit, por në aspektin e informacioneve që vetë ka ambasada amerikane, se ambasada amerikane nuk është një SHPK që hapin këta për të vjedhur nga mis deri në darkë dhe për na treguar ne se sa bukur bën 3D ose 5D. Por ambasada amerikane ka një tjetër qasje me realitetin në Republikën e Shqipërisë, kanë informacione të ndryshme dhe përveç kësaj kanë edhe atë që themi mesazhin e qartë kundrejt asaj që ne themi arrogancë në aspektin politik. Prandaj që të përfundoj është kjo që mesazhi ishte tepër i qartë dhe më lejo të them edhe diçka tjetër që shumë qytetarë që na kanë ndjekur mendoj që ka menduar që thonë, mos fol shumë se ke fol, e ke bajat punën. Po unë tek ju kam thënë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dërguar një zarf të zoti Rama dhe i kanë thënë frenat e shtypti, gazin e shtypti. Edhe në të dyja rastet, pasojat i kontrollon ti. Bëje tani se sa të zhvon. Dhe është e tmerrshme të imagjinosh që një person vazhdon ende të shtyp ashtu siç do dy këto gjëra që thash unë, po në fund fare rrezikon oborrin e tij të brendshëm politik dhe familjar, si në Partinë Socialiste ashtu dhe në rrethin që rrethon. Prandaj unë them që të gjitha këto duhet të maten edhe të analizohen ashtu siç duhet, pas një lloj emocioni. Thjesht logjika nuk ka mundësi Shtetet e Bashkuara të Amerikës të lëshojnë Shqipërinë, sepse lëshimi i Shqipërisë bën që të vjen Kina këtu. Lëshimi i Shqipërisë vjen këtu Shtetet Arabe. Lëshimi i Shqipërisë bën që Rusia përmes Serbisë të ketë shpresa dhe ëndra për të marrë Kosovën dhe pas shumë shekuj edhe Shqipërinë. Pra, të gjitha këto janë gjëra të cilët Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mundet të lejojnë veten që të dëmtojnë atë që kanë investuar, se asnjë amerikan i logjikshëm nuk hedh në plera atë çfarë ka investuar. Pra, atë që do të bëjë amerikani është që do të mendohet se si investimin ta marrë si kapital përfitimi marrëdhëniesh midis dy popujve, po jo midis dy qeverive, sepse pas 2025-s marrëdhënia e qeverisë e përfaqësuar nga Partia Socialiste me në krye zotin Rama dhe drejtimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës në drejtimin e zotit Trump ka përfunduar. Ata të cilët bëjnë akoma analistat apo lavazh apo lajmin e fundit sikur Rama është
e njeriu që don Trumpi, mendoj se i shërben asaj që themi gjithmonë, ignorancës në aspektin e të mos diturit. Në rast se nuk din, shko të paktën edhe mëso, që të mësosh të paktën diçka që të shërbej për të informuar dijen tënde.